Një sulm ajror pakistanez mbi qendrën e reabilitimit nga droga Omid në Kabul ka lënë të paktën 269 të vrarë, sipas Kombeve të Bashkuara. Mes viktimave kishte pacient, mjek dhe punonjës të qendrës, ndërsa shumë trupa u dogjën ose u coptuan, duke e bërë identifikimin pothuajse të pamundur. Familjarët e viktimave tregojnë për skena tronditëse dhe hedhin poshtë pretendimet e Pakistanit se objekti përdorej për qëllime ushtarake. Ata insistojnë se Omid ishte një qendër e njohur reabilitimi e hapur prej vitesh dhe e mbështetur edhe nga agjencinë ndërkombëtare. Motra e një 24 vjeçari të vrarë në sulm thotë se arriti ta identifikonte vëllain vetëm përmes një shenje lindjeje. Shumë familje të tjera ende nuk kanë gjetur trupat e të afërmëve të tyre. Pakistani mohon të ketë goditur civil dhe deklaron se objektivi ishin infrastruktura terroriste. Ushtria pakistaneze pretendon se qendra mund të ishte përdorur për trajnimin e kamikazëve, por këto akuza kundërshtohen nga dëshmitarët, familjarët dhe organizatat ndërkombëtare. Human Rights Watch e ka quajtur sulmin të paligjshëm dhe krim të mundshëm lufte, ndërsa talibanët kanë kërkuar hetim ndërkombëtar dhe ndëshkim të përgjegjësve. Sulmi vjen në një kohë tensionesh të forta mes Pakistanit dhe Afganistanit, me të dyja palët që akuzojnë njëra tjetrën për mbështetje të grupeve të armatosura. Për familjet afgane, dhimbja mbetet e madhe dhe përgjigjet ende mungojnë.